duke marrë parasysh rekonstruimin e fundit të qeverisë, por edhe temat të cilat mahen në opinion, sidomos në pjesën e opinionit shqiptar në Maqedoni, me mos ndryshimin e emrat të rrugave, me implementimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve që reflektohet edhe në provimet e ndryshme profesionale, na çon të bëjmë një pyetje publike që duhet të jetë në interes pikë së pari për përfaqësuesit e Vlenit, e ajo është se a mos ndoshta Vleni është duke ecur dhe sunduar dhe zhvilluar politika në fushën e minuar më parë nga BDI-ja. Kjo pasi krejt këto tema janë tema cilat i ka ngjy e i përly, por nuk i ka përfundu asnjëherë BDI-ja, dhe ka shumë gjasa që BDI aty të ketë protagonist, tema dhe njerëz me të cilat mund t'i kontrolloje këto procese, cilat duhet t'i rregulloje Vleni. Ju falenderit.